Lavdërimet dhe falënderimet i takojnë Allahut, krijuesit të gjithësisë. Atë e falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë të cilin e udhëzon Allahu i lartësuar, nuk ka kush e devijon, dhe atë të cilin e largon nga kjo rrugë, nuk ka kush e drejton. Dëshmojmë dhe deklarojmë se i vetmi i cili meriton të adhurohet me merit është Allahu dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Fjala më e mirë është fjala Allahut të lartësuar, udhëzimi më i drejtë është udhëzimi i Resulit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija të shpikurat në fe, çdo shpikje është risi, çdo risi është humbje dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarr të xhenemit. Të nderuar besimtar, gjuha është një organ shumë i vogël, por ndërtimi dhe shkatrimi i saj në mesin e njerëzve është shumë i madh. Me një fjalë të vetme njeriu e ngushëllon një zemër të pikëlluar. Me një fjalë të vetme njeriu i bën bashkë dy të ndarë. Me një fjalë të vetme e ngrit moralin e vllaut tënd. Dhe me një fjalë të vetme e arrin shpërblimin e madh tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër, mos harrojmë edhe anën e kundërt, se njeriu me një fjalë të keqe mund të prish miqësi. Me një fjalë të keqe lëndon zemrat e robërve. Me një fjalë të keqe bën armiq dhe humb shumë sevape tek Allahu i lartësuar. Ndërsa i madhi Zot tek sura Isra po na drejtohet dhe po na thot: thuaju robërve të mi që të flasin atë që është më e mira. I madhi Zot po na urdhron që kur të flasim me të tjerët, të flasim vetëm me fjalë të mira. Ndërsa i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na thot hadithin e Imam Muslimit, për haditheve të sakta, ku thot: kush beson Allahun dhe ditën e funit, le të flet mirë ose le të hesht. Prandaj, nëse fjala jote është e mirë o vëlla, thuaje. Por nëse fjala jote ka dyshim, hesht. Por nëse fjala jote lëndon të tjerët, mos se nxirr prej gojës. Por nëse fjala jote është sebeb për ndreqje dhe ndërtim, atëherë thuaje se vërtet do të gjen mirësi dhe do të shpërblesh tek Allahu subhanahu wa taala. I madhi Zot po na thot tek sura Nisa ajeti numër 9, le të kem frikë Allahun dhe le të flasin vetëm se drejt. Ndërsa i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na thot hadithin e Imam Buhariut dhe Muslimit, ka raste ku robi e thot një fjalë pa u menduar. Dhe ajo fjalë të cilën e ka nxjerrë prej gjuhës së tij pa u menduar, bëhet shkak i cili të rrshet në zjarr të xhenemit me thellësi sa largësia mes lindjes dhe perëndimit. Të nderuar besimtarë, fjala e drejtë është shenjë e besimit. Fjala e drejtë është pasqyrë e zemrës tonë. Fjala e drejtë është argument për ty kur ti del para Allahut subhanahu wa taala. I madhi Zot po na thot vallë, a nuk e sheh se si Allahu e përqas fjalën e mirë me pemën e mirë e cila rronet i ka në tokë të forta, kurse degët nga qielli e fjala keqe si pema keqe me rrënjë të shkullura e pa qëndrueshme për ekzistencë. Prandaj ti o besimtar, nëse pak e shfleton Kur'anin, aty do gjesh raste të shumta për të cilët Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar dhe ka folur që kur të flasim me të tjerët, të flasim butë dhe të flasim mirë, dhe jo të flasim ashpër dhe t'i lëndojmë të tjerët. Pra na ka urdhëruar që të folim mirë dhe shembujt janë të shumtë. Prej tyre, i madhi Zot çfarë i tha Musës? I tha: shko te faraoni, ai me të vërtet i ka shkelur të gjitha kufit. Flitni atij me fjalë buta se ndoshta kujtohet dhe friksohet. Pra i madhi Zot pe urdhron pejgamberin e tij, Musën, që me i fol kriminalit, atij i cili e mohoi Allahun dhe ai i cili i atriboi vetes së vet se ai është Zoti, që me shku tek ai dhe me fol mirë. Por si duhet ne besimtarë dhe muslimanë të flasim me një tjetrin? Këtë na tregon Amr ibn Asi radhiyallahu anhu, që transmeton hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që e gjejmë tek Imam Buhariu, i cili thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë: musliman, pra musliman është ai nga gjua dhe dora, e të cilit janë sigurt musliman tjerë, ndërsa muhaxhir është ai i cili i braktis gjërat që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj profeti i Zotit na mësoi se si me fol. Dhe robi
duhet ketë kujdes në për mezhlis se çfarë po flet. Dhe robi kur të shkon dikun, duhet mundi rahat që mos të lëndohet nga të tjerët dhe ai mos ta lëndoj dikun. Prandaj ata të cilët nuk e njohin krijuesin, nuk e njohin Allahun, nuk e njohin sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ju drejtohen të tjerëve me fjalë të rënda dhe me fjalë të pakëndshme. Ndërsa besimtari i cili e ka shfletuar dhe ka lexuar Kur'anin, e ka shfletuar dhe ka lexuar sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ju drejtohet të tjerëve me fjalë buta dhe me fjalë të mira, sepse i Madhi Zot po na thotë tek sura Furqan ajeti 63, robërit e gjithëmëshirshmit janë ata që ecin thjesht nëpër tokë dhe kur të paditurit i sulmojnë me fjalë, ata i përgjigjen paqë. I përgjigjen paqë. Pra, mirësia, paqja, begatia dhe rahatllëku qoftë mbi ju. Ndërsa i dërguari Allahut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po na thot në hadithin e Imam Muslimit, të sinqertëve nuk ju takon të mallkojnë. Pra nëse dikush ty o vëlla të rëndon me fjalë, ktheja me më të mirën që është e mundur për ty. Nga se ai i cili o vëllezër është provuar me dëgjimin e asaj që urren, le t'i bart fyrjet, le t'i bart sharjet, le duron dhe le të flas mirë dhe ignorancën e atij ta kthej me fjalë më të mira, sepse kështu na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, me fjalë më të buta dhe me fjalë më të mira. Përndryshe, ignoranca është dini vëllezër një gjë shumë e shumtuar që nuk guxon ai i cili e ka tutën Allah dhe frikën Allahut t'ia kthej me të njëjtën monedhë. Pra, ignorantit t'i përgjigjet me atë se si ai ka folur ndaj tij. Ndërsa Allah subhanahu wa taala po na thot në Kur'an tek sura Fusilet 33-35, e kush flet më bukur se ai që i thon njerëzit drejt Allahut, bën vepra të mira dhe thot, unë me të vërtetë jam musliman, nuk barazohet e mira me të keqen kthej me të mirë, atëherë armiku yt do të bëhet më njëherë mik i ngushtë. Ndërsa i dërguari Allahut na thot në hadithin e Imam Buhariut, ka raste kur robi e thot një fjalë që e bën Allahun të kënaqur, ndërsa ai nuk ja ka vu veshin asaj fjale të mirë. Dhe kjo fjale e mirë bëhet sebeb që Allah ato me ngrit në shkalla të larta. Mirë po thot pejgamberi i Zotit, ka raste që robi e thot një fjalë që nuk ja ka vu veshin asaj fjale, dhe ajo fjalë e hidhron Allahun subhanahu wa taala, ajo fjalë bëhet shkak që ai të fundoset në xhenet. Pra, i Madhi Zot, po ashtu dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, po na urdhrojnë që të flasim me të tjerët vetëm se fjalë të mira. Allahu thot tek sura Ahzab ajeti 70, o besimtar, keni frikën e Allahut dhe flisni vetëm të vërtetën. Pra i Madhi Zot o vëllezër e do që njeriu kur të flet të vërtetën dhe flet mirë. Pra thot fjalët e vërteta, sepse fjala e drejtë dhe fjala e mirë dhe fjala e vërtetë është sebeb që Allahu me truaj ty, që Allahu me ta rregulluar jetën tënde, që Allahu me ta pastruar zemrën tënde dhe Allahu me t'i fal gabimet. Thot i Madhi Zot tek sura Hajj 24, ata kanë qenë të uzuar drejt fjalës së mirë dhe në rrugën e atij që është i denjë për të lavduar. Të nderuar besimtar, dietarët e ndershëm, të urtë, të dijes kanë thonë fjala mirë përfshin atë në formë dhe në kuptimin e saj, në formën e saj duke nxjerrë me buci dhe këndshmëri e jo me rrëpsi dhe vrasësi, ndërsa në kuptimin e saj duke qenë e dobishme për të tjerët. Prandaj vëllezër, çdo fjalë e dobishme është e mirë dhe çdo fjalë e mirë është edhe dobishme. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na thot në hadithin e Imam Buhariut, fjala mirë është sadak. Prandaj të flasim me njëri tjetrin me fjalë buta, me fjalë të mira dhe ta kapim atë se çfarë na ka urdhëruar i dërguari Allahut. Ajo na qenë ka pra fjala mirë, na qenë ka sadak. O sallallahu alaihi wasallam.